çfarë do bëjnë tani? Për mos arritur të bojkotit, keni kërkuar takim me kryeministrin, se thash ndoshta kjo është zgjidhja më e thjeshtë e gjës. Ne bojkotin... E thash zgjidhja më e thjeshtë sepse thash para sa më njëherë, ka dalë nga ai universitet, ka qenë pedagog në universitet dhe e njeh shumë mirë, atë paktën mendohet ta njohë mirë. Pa diskutim. Se ka dhe 1 milion gjëra tjera ndërkohë, po besoj këtë ndjeshmërinë për setën e arteve ka. Po. Shiko, ne jemi futur kësaj rrugë dhe ne këtë formë proteste nuk do ndalim deri në momentin që kjo gjë të zgjidhet. Kjo është gjë shumë etike që prej shumë vitesh ka qenë blokad në universitetin tonë. Duhet kuptojmë vetëm diçka pse shumë etike. Një universitet që të ketë emrin universitet duhet të ketë departamentet. Po duhet të ketë edhe titujt në departamentet. Një departament nëse nuk ka sa profesor, sa doktor, nëse nuk ka kuotën e caktuar, me numër caktuar, bie departamenti. Edhe kështu bie dhe domethënë është shumë etik si në këtë moment kemi në një departament që kemi sajesa, kap piano, fut ke departamenti kantos dhe anasjelta. Domethënë kemi një ngërç në këtë pikë, që për shumë pak do jetë një problem shumë etik, do jetë etik. Si për më besoni që do jetë etik. Mund të arrim që mos kemi fare universitet artesh. Po, nëse nuk do jepen këto tituj, ta siguroj që nuk do jetë. Nuk do funksionoj sepse nuk mbahet dot departamenti, nëse nuk ka kuotën e caktuar të pedagogëve me titull. E kuptoj, po tashmë pra si do të jetë për vazhdimësia. Unë uroj shumë që të dëgjohet nga kryeministri, nuk kam shpresat e të askushtit, besoj nëse mund ta zgjidhë vetëm kryeministri. Nëse ishte për të zgjidhur, do ishte zgjidhur. Besoj bie dakord me mua me këtë pikë. Jo, unë kam shpresë akoma. Unë besoj që do zgjidhet, kam një ndjenjë që do zgjidhet, por ne duhet të jemi bashkë edhe ta vazhdojmë këtë problem të shfaqim. Po jemi bashkë. Të gjithë pedagogët janë bashkë, nuk është se ka madje edhe pedagogët që janë me titull janë bashkë. Sigurisht që ka persona që nuk e shohin pozitive, sepse për arsye personale... Jo, heqim ata që... Po janë pak to, janë shumë pak. Jo, po pedagogët janë pjesa, thuhet se gjithë janë bashkë. Pa diskutim që janë bashkë, jemi shumë pro të gjithë. Ne, unë mendoj, kam një ndjesi që do rregullohet si gjë. Ne, aftësia jonë dhe e mira jonë është që ne u bëm bashkë për ta shfaqur këtë problematikë. Se nuk është e vështirë dhe të bësh disa 10 numra bashkë. Ne kemi pasur një kontakt me zyrën e kryeministrit, na kam pritur shumë mirë, të jemi të sinqert, edhe kemi çuar ato sugjerimet tona, presim që të na thrasin sa më parë në zgjidhjen e këtyre problematikave. Në dienin time, jo zyrtare, ka pasur dhe ministria një lëvizje dje me universitetin, por nuk ka një dieni zyrtare. Shpresoj shumë me që zonja Kumbaro tani është ministri i arsimit, më parë ka qenë e kulturës, e turizmit, po. Mendoj që është afër nesh, deri diku me artet. Shpresoj shumë që ajo të ketë një rol siç ka zoti Fidelylli tek sportet, që i ngriti sportin një nivel 100% më shumë. Shpresoj shumë që kemi shpresë që zonja Mirela Kumbaro të jetë një zë shumë i fortë për ne, jo vetëm për kaq, po dhe për projektet të tjera të përbashkëta, të cilat mund të ngrenë artin akoma më lartë. Ne presim që brezi tjetër tjetë më lartë se ne, jo sa ne. Pa tjetër, jo tjetë më keq se jo. E kemi kontribut shumë serioz, jo vetëm të marrim rrogën të shkojmë shtëpi, ashtu gjithë secili në ne mund të shkëputën nga kjo punë dhe vazhdoj karrierën e tij, por ne kemi edhe në formë kontributi. Unë personalisht kam ikur nga Teatri i Operës, kam qenë korist i parë atje, kam pas rrogën 2 fish dhe kam ardhur në këtë institucion. Unë këtë gjë, bibliotekën time në institucion, në klasën time, kam që nga pedagogët e parë që kanë hapur klasën e Kornës, që kanë studiuar në Çeki, që ato partiturat e vjetra i kam në klasë akoma, edhe deri tek brezat e ardhshëm. Unë kam një ndjesi, një lidhje shpirtërore, jo shkoj marr rrogën, pi kafe, ikën në shtëpi. Unë kam një lidhje shpirtërore me institucionin. Studentët çfarë thonë? Studentët, shikon, ne kemi shumë... Përveç asaj pjese që studentët në pushim duan, po... Jo, shiko, ne jemi shumë të lidhur me studentët, sepse ne kemi një karakteristikë veçantë, ja pse kemi një status të veçantë. Ne kemi shumë orë individuale.
Orët tona individuale konsistojnë që një klasë është studenti. Pra vetëm studenti dhe pedagogu. Vetëm një. Kështu që ne kemi një marrëdhënie jashtë maset mirë, sepse ne e marrim student nga një pikë e caktuar dhe e promovojmë dhe e zhvillojmë deri një pikën maksimale që ne mundem, ose sa është mundësia, sa është kapaciteti. Kështu që pa diskutim që studentët janë shumë pro me ne dhe nuk është çështje fare diskutimi, sepse jemi një familje, le të themi, me studentët. Po të lë këto minutat fundit të bësh një apel. Drejtuar kujt duash ti, kujt ja bën apelin, ekrani është për ty. Të bësh apel për institucione dhe çfarë ti kërkosh. Pra pikat konkrete që keni çuar në kryeministri, mund t'i thuash, çfarë kërkoni ju. Ekrani është vetëm për ty. Faleminderit, vure pak në emocione. Jo, nuk është çështje, tani ti artist, nëse kanë artistët emocione tash nuk e di më. Unë i përgatitet gjithë institucioneve që e kanë dorë ta zgjidhin këtë situatë, duhet një hape më parë ta zgjidhin sepse është një ngërç dhe një vakum i krijuar prej vitesh dhe nuk prek vetëm Ilirin apo pak pedagog tjerë, po prek gjithë sistemin arsimor kulturor. Kështu që ju lutem një hape më parë nëse doni bën një kontribut për vendin tuaj, është momenti që ta bëni në art për të ndjerë ju më të plot edhe për të bërë një gur themeli një herë mirë në këto problematika, në Universitetin e Arteve, por edhe më gjerë. Ilir Godima, shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi shumë të kisha në studio, shpresoj shumë që herën tjetër të kemë për projekte artistike dhe jo për halle të tilla. Shpresoj shumë që të zgjidhet ky problemi juaj. Faleminderit. Shumë. Publicitet, rikthehemi sërish.